Adolf Hitler, pas rënies së rrahut të tretë nazist, vrau vetëm më 30 prill të vitit 1945. Ai ndërmori këtë akt ekstrem në bunkerin e tij, i cili përbëhej nga një seri dhomash nëntoksore, ku ai dhe aleatët e tij më të afërt u mbrojtën kryesisht nga bombardimet e rënda të forcave sovjetike gjatë betejës së Berlinit. Bunkeri në fjalë u ndërtua 10 metra poshtë kancelarisë së Reichut. Aty ndodhej dhe një rezidencë luksoze, ndërtimin e së cilës udhëheqësi nazist e porositi në vitin 1938 për të bërë përshtypje njerëzve. Sipas librit Brenda e Rahut të tretë, bazuar në kujtimet e njeriu të ngarkuar me krijimin e kancelarisë së re, Albert Speer, Hitleri e kishte urdhëruar këtë të fundit që ta ndërtonte shpejt, por dhe me materiale shumë të forta, duke i thënë, për këtë projekt kostoja është e parëndësishme. Kancelaria u ndërtua vitin që pasoi dhe u bë qendra e Rahut të tretë. Historia e ndërtimit të saj tregoi për fondet e mëdha që ishin në dispozicion të Hitlerit për të përmbushur këtë tek të tij. Në fakt, diktatori kishte në kontrollin e tij arkën e shtetit dhe për këtë arsye grumbulloi një pasuri të madhe personale përpara se t'i shëmbej perandoria që kishte ngritur. Po sa vlente pasuria e Hitlerit në kulmin e fuqisë së tij dhe çfarë ndodhi me atë pasuri kaq të madhe? Përgjigje e shkurtër është se pjesa më e madhe e saj ju kthye atyre që u ishte vjedhur, 2 shteteve gjermane të lindjes dhe perëndimit që u krijuan pas luftës. Megjithatë, siç ka ndodhur në shumë raste, për historinë e Hitlerit u zhvillua një betejë e madhe ligjore, ku u përfshin të gjithë ata që pretendonin se ishin trashëgimtarët e tij. Adolf Hitler vinte nga një familje relativisht e varfër. Para shërbimit në ushtrinë gjermane, ai u përpoq të bënte emër si artist në Vjenë dhe shpeshherë mezi arrinte të fitonte bukën e gojës. Pikërisht gjatë kësaj periudhe, i frustruar nga situata e tij personale, Hitleri filloi të përcaktonte në mendjen e tij fajtorët përgjegjës për të gjitha mangësitë në shtetin gjerman. Më vonë, urrejtja e tij ndaj kësaj popullsie që jetonte në Gjermani, si dhe ndaj vendeve fqinje, u bë një element qendror për botkuptimin e tij personal dhe ishte baza për librin e tij Lufta ime. I botuar në 2 vëllime në vitet 1925-1926, kur Hitleri ishte duke shkuar drejt marrjes së pushtetit në Partinë Nacional Socialiste Naziste, libri e bëri atë të pasur. Kur nazistët erdhën në pushtet, një kopje e librit i jepej çdo çifti të posamartuar, duke rritur më tej shitjet dhe duke i siguruar Adolf Hitlerit rreth $12 milion në vit, me kursin e sotëm. Por ai në fakt fitonte shumë para përmes honorareve dhe portretet e tij zyrtare qeveritare. Hitleri dhe nazistët në përgjithësi u fuqizuan aq shumë dhe nga donacionet e biznesmenëve të mëdhenj, por dhe nga pagat e tij për pozicionet politike që mbante. Në vitin 1933, ai shkriu në një postet e kancelarit dhe presidentit, duke e cimentuar pozicionin e tij si një diktator i plot fuqishëm, që mund të bënte si të donte me financat e Gjermanisë. Një vit më pas, u miratua dhe ligji që e përjashtonte atë nga taksat. Në kohën kur ishte i bllokuar në bunker dhe Reichu i tretë po shkatërroi, Adolf Hitler zotëronte një sasi të madhe pasurish dhe që sot do ta bënin të renditej si një nga njerëzit më të pasur në planet, me një pasuri që do të arrinte në miliarda dollar. Përveç kancelarisë së Reichut, e cila u shkatrua gjatë betejës së Berlinit, Hitleri kishte disa rezidenca private, përfshirë një shtëpi në Bavari të quajtur Berghof, një apartament në Myni, por dhe një pallat të madh në qytetin polak Poznan. Nazistët ishin dhe grabitqar të mëdhenj. Gjatë pushtimeve të tyre ata grumbulluan shumë pasuri në vepra arti dhe arë, pjesa më e madhe të cilave mbahej në Bankën Qendrore Gjermane. Edhe pse këto pasuri do të përshkruheshin si të zotëruara nga Reichu dhe jo personalisht nga Hitleri, si diktator ai ishte i lirë të shijonte thesarin sipas dëshirës. Disa nga vlerësimet më të bujshme pretendojnë se në kulmin e tij ai mund të ketë kontrolluar $1 trilion në asete. Një ditë para vetvrasjes, kur kuptoi se mbretërimi të nazizmit po i vinte fundi, Adolf Hitler diktoi dhe testamentin e tij. Në të, diktatori sulmoi armiqt, përfshirë ish aleatët, të cilët i akuzoi si përgjegjës për rënien e Reichut të tretë dhe njoftoi martesën e tij para vdekjes së sigurt me partneren Eva Braun. Në testament thuhej, ajo që unë zotëroj i përket partisë naziste. Nëse partia nuk do të ekzistojë më, ajo do t'i përkas shtetit, dhe nëse shteti gjerman do të jeti shkatëruar, çdo vendim tjetër nga unë nuk është më i nevojshëm.
Hitleri në testamentin e tij përmend gjithashtu koleksionin e veprave të artit, për të cilin thot se ai nuk u mlodh për kënaqësinë e tij private, por ekskluzivisht për krijimin e një galerie arti në qytetin e lindjes, Linz an Donau. Testamenti u nxorr në fshehtësi nga bunkeri në mbikëqyrjen e njeriu të besuar të Hitlerit, Martin Bormann. Natyrisht, aleatët që mundën Gjermani naziste nuk kishin gjasa të përmbushnin ndonjë nga dëshirat e fundit të njeriu që ishte përgjegjës për vdekjen e 40 milion njerëzve gjatë luftës së dytë botërore dhe Holokaustit. Kur testamenti i Hitlerit era në duart e forcave aleate pas betejës së Berlinit, ai u trajtua më shumë si një kuriozitet sesa si një dokument ligjor. Një kopje e tij u dërgua dhe presidentit amerikan Harry Truman dhe më vonë u ekspozua në arkivat kombëtare të SBA-s. Megjithatë, në një farë mënyre, vullneti i Hitlerit u përmbush pjesërisht. Fondet e tij të njohura, si dhe të drejtat e pronësisë intelektuale mbi librin e tij Lufta ime, ju kthyen landit të Bavarisë, që ndaloi botimin e mëtejshëm të librit në Gjermani, derisa e drejta e autorit skadoi përfundimisht në vitin 2010. Bavaria, kur Hitleri ishte regjistruar si rezident, mori në kontroll rezidencat e mbijetuara të Hitlerit dhe pasuritë e tij të tjera të identifikueshme. Në vitin 1996 u raportua se ishin zbuluar disa llogari bankare shtesë në Zvicër në vlerë miliona euro. Por historia e Hitlerit dhe pasurisë së tij nuk mbaron me kaq. Me gjithë përbuzjen mbar botërore ndaj Hitlerit pas përfundimit të luftës dhe zbulimit të kampeve naziste të përqendrimit, motra e tij Paula u përpoq ta marrë pjesën e saj nga pasuria e vllajit. Por çështja u zvarit për shumë kohë, pasi trupi i Hitlerit nuk ishte identifikuar siç duhet, nga që ishte shkrumbuar së bashku me atë të Eva Braun në kopshtin e kancelarisë menjëherë pas vdekjes së të dyve. Do të kalonin dekada përpara se fragmentet e eshtrave të mbledhura nga skena të konfirmoheshin se i përkisnin fyhrerit të vdekur. Megjithatë, Paula u zhvendos në apartamentin e Hitlerit në Myni në vitin 1952 dhe vazhdoi betejën e saj ligjore, pavarësisht mungesës së një certifikate vdekje. Paula vdiq në 1 qershor 1960. Pjesa e saj nga trashëgimia e Hitlerit, që përbënte rreth 2/3 e pasurisë së Adolfit, ju njoh vetëm 5 muaj pasi ajo i kishte dhënë lamtumir jetës.